Përpara se të fillojmë këtë histori të vërtetë dhe shumë prekse, dua t'ju ftoj të ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë. Kjo është një histori e sakrificës, e dashurisë dhe e humanizmit shqiptar që duhet dëgjuar. Nëse ju prek në zemër, lëreni një koment. Ndajeni me dikë që e do dhe më tregoni çfarë mendoni. Çdo fjalë juaj është e rëndësishme për mua. Le të fillojmë. Qyteti mbulohej me errësirë kur familja Dervishi u hiqua atë mëngjes. Shtëpia e tyre e vogël, me 2 dhoma dhe një kuzhinë që mezi e ngrohte, ndodhej në periferi të Tiranës, larg zhurmës së qendrës. Muret e lagura, dyshemeja e qarë prej druri dhe çatia që pikonte kur binte shi i fortë, kjo ishte gjithçka kishin. Por për ta, ishte shtëpi. Ishte vend ku mblidheshin, ku ndanin bukën e pakët dhe ku flisnin për ëndrat që mezi guxonin t'i ëndërronin. Ismail Dervishi, kryefamiljari, ishte njeri në të 50-tat, me shpatulla të rënduara nga puna dhe sy që kishin parë shumë. Punonte si punëtor ndërtimi kur gjente punë, por kohët e fundit puna ishte bërë rrallë. Ekonomia në Shqipëri ishte në gjendje të vështirë dhe shumë njerëz si ai kalonin ditë të tëra duke kërkuar një mundësi për të fituar diçka. Një copë bukë, pak fruta, ose ndonjë lek për të blerë qumësht për fëmijat. Pranë tij jetonte gruaja e tij, Zana. Ajo ishte grua e fortë, me duart e ashpra nga puna, por me zemër të butë sa asgjë tjetër. Flokët i kishin filluar të thinjen, por në sytë e saj ende shkëlqente ajo dritë e shpresës që e kishte mbajtur familjen së bashku në vitet më të vështira. Ajo ishte ajo që gjente zgjidhje edhe kur dukej se nuk kishte. Kur nuk kishte ushqim në shtëpi, ajo shkonte tek fqinjët, jo për të kërkuar, por për të punuar në kopshtet e tyre në këmbim të një grusht patate apo një copë bukë. Kur nuk u ankua, kur nuk la fëmijët të shkonin në gjumë me stomakun bosh. Kishin 3 fëmijë, Arbeni, djali i madh 20 vjeç, i cili punonte bashk me baban kur gjente punë, Mirela, vajza e mesme 18 vjeçe, që ëndërronte të shkonte në universitet, por e dinte se ishte e pamundur, dhe Doriani, i vogli 10 vjeç, që ende besonte se bota ishte vendi mirë. Atë mëngjes, Zana u zgjua përpara të gjithëve, siç bënte çdo ditë. Në kuzhinën e vogël, ndezi sobën me dru që kishin mbledhur ditën më përpara dhe filloi të gatonte një çaj të hollë. Nuk kishte sheqer, por kishte ca gjethe bime mali që i jepnin pak shije. Ishte gjithçka që mund të ofronte për mëngjes. Zana, mos u mundo shumë, i tha Ismaili kur hyri në kuzhinë, duke fshirë syt. Sot duhet të shkoj në qytet. Kanë thënë se po ndërtojnë një rrugë të re dhe mund të më marrin për pak ditë. Shpresoj, u përgjigj Zana, duke mbushur një gotë me çaj dhe duke ia dhënë. Por merr këtë të paktën, nuk duhet të shkosh me stomakun bosh. Ismaili mori gotën dhe e piu ngadalë, duke ndjerë ngrohtësinë që i përhapej në trup. E dinte se gruaja e tij nuk kishte pirë asgjë ende, por nuk tha asgjë. Ajo gjithmonë vinte e fundit. Mirela zbriti shkallët me kujdes, duke u përpjekur të mos i zgjonte vëllezrit. Ajo kishte fytyrë të bukur por të lodhur. Syti kishte të mëdhenj dhe ngjyrë gështenj, dhe flokët i binin në talashe mbi shpatulla. Por në ato sy ishte diçka që tregonte për ëndrat e pashlyera. Mirëmëngjes, nën, tha Mirela, duke i dhënë një puthje në faqe. Mirëmëngjes, zemra ime, si fjete? Mirë, gënjeu Mirela. Në të vërtet kishte kaluar gjysmën e natës duke dëgjuar zhurmën e stomakut që kërkonte ushqim, por nuk donte ta shqetësonte nënën. Arbeni erdhi pak më vonë, i shpejt dhe i vendosur siç ishte gjithmonë. Ai ishte djali që merrte përgjegjësi, që kurrë nuk ankohej, që bënte gjithçka për familjen. E shihte baban si shembull dhe e dinte se një ditë do të duhej të mbante peshën e kësaj shtëpie në supet e tij. Baba, sot vi me ty. Nëse ke nevojë për ndihmë, jam atje. Ismaili e shikoi me krenari dhe ia vu dorën në supë. Mirë djalë, të duhet fuqia jote. Doriani ishte i fundit që zgjua, i zhurmshëm dhe plot energji edhe kur kishte pak ushqim. Ai vrapoi në kuzhinë dhe u hodh në krahët e nënës. Nën, a kemi bukë sot? Zana buzëqeshi, edhe pse zemra i dhembte. Pak më vonë, zemra ime. Tani pi pak çaj. Kështu filloi dita e familjes Dervishi, ashtu si çdo ditë, me pak ushqim,
me shumë shpresë dhe me dashuri që i mbante së bashku. Por as që e dinin se kjo ditë do të ishte dita që do t'ju ndryshonte jetën përgjithmonë. Në orët e mëngjesit, ndërsa Ismaili dhe Arbeni përgatiteshin të dilnin për të kërkuar punë, një zhurmë e pazakonshme filloi të dëgjohej në rrugë. Njerëz që vraponin, zëra që thirrnin dhe tinguj makinash që kalonin shpejt. Ismaili doli jashtë dhe shoh fëmijën e tij Mustafain që vraponte nga rruga kryesore. Mustafa, çfarë po ndodh? Thiri Ismaili. Mustafa u ndal, duke marrë frymë thellë. Fytyra ishte e kuqe nga vrapimi dhe syt plot shqetësim. Ismail, ke dëgjuar? Në Kosovë ka filluar lufta, po vinë njerëz këtu, refugjat, janë mira. Po thonë se qyteti do të mbushet me ta, njerëz që kanë humbur gjithçka. Ismaili ndjeu një ngërç në stomak. Kosova ishte tokë e shqiptarëve, vëllezër e motra të tyre, dhe ideja që po vuanin kështu e mbushi me dhimbje. Sa keq, tha ai në zë të ulët, e tmerrshme. Po, por çfarë mund të bëjmë ne? Tha Mustafa duke tundur kokën. Ne vetë mezi po mbajmë kokën mbi ujë. Kur Ismaili u kthye në shtëpi, gjeti Zanën duke dëgjuar radion e vjetër që kishin. Zëri i spikerit ishte i qartë, po fliste për situatën në Kosovë, për familjet që po shpëtoheshin, për fëmijët që po mbeteshin jetim. Zana e shikoi Ismailin me sy plot lot. Si mund të ndodh kjo? Pyeti ajo. Fëmijë të vegjël, pa prindër, pa shtëpi, pa asgjë. Ismaili ul pranë saj dhe ja mbërtheu dorën. E di Zana, por çfarë mund të vim ne? Vete mezi po mbijetojmë. Ajo nuk tha asgjë, por në zemër po ndjente diçka, një thirrje, një shqetësim që nuk mund ta shpjegonte. Ditët që pasuan, qyteti filloi të mbushej me refugjat. Njerëz të lodhur, të friksuar, me rroba të grisura dhe sy që kishin parë gjëra që askush nuk duhet të shohë. Familje të tëra mbërrinin në kamion, në këmbë, duke mbajtur aq sa mund të mbartnin, pak rroba, ca copë bukë dhe shpresën që dikush do t'i ndihmonte. Qeveria po përpiqej të organizonte strehim, por nuk mjaftonte. Shumë njerëz po strehoheshin në shkolla, në xhami apo në çadra të vendosura në hapësira publike, por numri i tyre rritej çdo ditë. Një pasdite, Mirela po ecte në rrugën kryesore duke mbajtur një shport me ca perime që nëna e kishte kërkuar të merrte nga tregu. Kishte pak para, por i mjaftonin vetëm për disa patate dhe një copë bukë. Ndërsa ecte, pa një grup fëmijësh ulur pranë një muri. Ishin të vegjël, të ndotur dhe duket se kishin ditë pa ngrënë. Njëri prej tyre, një djalë rreth 8 vjeç, e shikoi me sy që kërkonte ndihmë pa folur. Mirela ndjeu se zemra i ndaloi. Ajo e dinte se nëse jepte diçka nga ajo që kishte, familja e saj do të kishte edhe më pak. Por si mund të ecte pa bërë asgjë? U afrua dhe nxori një copë buke nga shporta. Merrni këtë, tha ajo duke u dhënë fëmijëve. Ata e morën me duart e tyre të vogla dhe filluan ta hanin me nxitim. Askush nuk tha asgjë, por sytë e tyre flisnin më shumë se sa mund bënin fjalët. Kur u kthye në shtëpi, Mirela i tregoi nënës çfarë kishte parë. Zana e dëgjoi në heshtje dhe pastaj tha: "Ke bërë mirë, bia ime. Zoti nuk na lë kurrë pa asgjë kur japim për të tjerët." Por në zemrën e Zanës po linte një mendim, një ide që e friksonte dhe njëkohësisht e bënte të ndihej e thirrur për diçka më të madhe. Javët kalonin dhe situata nuk përmirësohej. Refugjatët vazhdonin të vinin dhe resurset e qytetit po mbaronin. Shumë familje po hapnin dyert e tyre për të ndihmuar, por të gjithë ishin në kushte të vështira. Një ditë, Zana po ecte përgjatë rrugës kur pa një grua të vjetër duke qarë pranë një magazine ndihmash. Ajo ishte veshur me rroba të vjetra dhe duke e shkatëruar nga dhimbja. "Çfarë ka ndodhur, nën?" pyeti Zana duke u afruar. Gruaja e shikoi me sy plot lot. "I humba të gjithë," tha ajo me zë të thyer. "Burrin, vajzën, dhëndrin, vetëm 5 nipërit më mbetën dhe nuk di ku të shkoj me ta. Askush nuk mund të na marr, janë shumë, 5 fëmijë, nga do të gjej vend për 5 fëmijë?" Zana ndjeu një dhimbje të thellë në gjoks. "Ku janë tani?" pyeti ajo. "Në një çadër, bashkë me 10 të tjerë, por nuk ka hapësirë, nuk ka ushqim, dhe unë jam e vjetër, nuk mund t'i kujdesem unë vetëm." Zana nuk tha asgjë për një moment. Në mendjen e saj luftonin dy forca. Njëra që i thoshte se nuk mund të bënte asgjë, se familja e saj vetë ishte në nevojë,
dhe tjetra që i thoshte se duhet të bënte diçka. "Sille fëmijët këtu nesër", tha ajo papritur. "Në këtë adres, do të flasim." Gruaja e shikoi me mosbesim. "Por si, ju keni familjen tuaj?" "Sille", përsëriti Zana. "Do të gjejmë një zgjidhje." Atë mbrëmje, kur Ismaili u kthye në shtëpi, Zana e priti me një bisedë të randë. Fëmijët ishin në dhomën tjetër dhe ajo i tha të ulej. "Ismail, kam diçka për të folur me ty", filloi ajo duke e shikuar drejt në sy. "Çfarë ka, Zana?" pyeti ai duke parë shqetësimin në fytyrën e saj. Ajo mori frym thellë. "Kam takuar një grua sot. Ka 5 nipër që kanë mbetur jetim nga lufta. Nuk kanë ku të shkojnë. Askush nuk mund t'i marrë. Janë shumë, 5 fëmijë. Nga do të gjej vend për 5 fëmijë?" Ismaili ndjeu një dhimbje të thellë në gjoks. "Ku janë tani?" pyeti ajo. "Në një çadër, bashkë me 10 të tjerë, por nuk ka hapësirë, nuk ka ushqim, dhe unë jam e vjetër, nuk mund t'i kujtesem unë vetëm." Zana nuk tha asgjë për një moment. Në mendjen e saj luftonin 2 forca. Njëra që i thoshte se nuk mund të bënte asgjë, se familja e saj vetë ishte në nevojë, dhe tjetra që i thoshte se duhet të bënte diçka. "Le të flasim me fëmijët tanë", tha Ismaili më në fund. "Nëse ata bien në akord, atëherë do ta bëjmë." Kur i thirrën Arbenin, Mirelën dhe Dorianin dhe i shpjeguan situatën, reagimet ishin të ndryshme. Arbeni duke i shqetësuar, si do të arrinin të ushqenin 8 fëmijë, kur mezi arrinin për 3. Mirela kishte lot në sy, por tha se donte të ndihmonte. Doriani, me fëmijërinë e tij të pastër, tha: "Ne duhet t'i ndihmojmë, ata janë si ne." Pas një bisede të gjatë, familja ra dakord. Do ta banin, do të merrnin 5 fëmijët jetim dhe do të përpiqeshin të merrnin vesh. Dita kur fëmijët u sollën në shtëpinë e dervishëve, ishte një ditë ngrohtë por me re në qiell. Zana kishte pastruar shtëpinë sa më shumë që mundi dhe kishte përgatitur një çaj me sheqer, një gjë të rrallë për ta. Kishte bler edhe pak bukë, duke shpenzuar shumën e fundit të paras që kishte kursyer. Kur gruaja e vjetër erdhi me fëmijët, Zana e priti në prag. 5 fëmijë, të gjithë me rroba të vjetra dhe të ndotur, me sy plot frikë dhe dhimbje. Ishin kaq të vegjël, kaq të brisht dhe kaq të humbur. "Këta janë", tha gruaja. "Ky është Besnik, i madhi, ka 13 vjeç. Pastaj Liridona, 11 vjeç. Pastaj Valmir, 10 vjeç. Mandej Elvana, 8 vjeç. Dhe e vogla, Rina, 5 vjeç." Zana u përkur dhe u buzëqeshi. "Mirë se vini në shtëpinë tonë", tha ajo me zë të butë. "Këtu jeni të sigurt." Fëmijët nuk thanë asgjë. Besnik, djali i madh, e shikoi me një shprehje të fortë, sikur po përpiqej të mos tregonte asnjë emocion. Liridona po mbante dorën e Rinës dhe dukej se po përpiqej të ishte e fortë për të vegjëlit. Valmir kishte shikimin ulur dhe dukej sikur kishte vendosur të mos besonte askënd. Elvana po dridhej lehtë dhe Rina, foshnja, kishte sy të mëdhenj dhe të trishtuara që kërkonin nënën. Gruaja e vjetër i falenderoi me lotë dhe u largua, duke i lënë fëmijët në duart e Zanës. Ajo e dinte se nuk mund t'i merrte me vete. Ishte shumë e vjetër, shumë e sëmur dhe nuk kishte asgjë për t'u dhënë. Kur dera u mbyll, Zana u kthye dhe i shikoi fëmijët. "Ejani", tha ajo, "le t'ju japim diçka për të ngrënë dhe pastaj të pushoni." Ata hynë në shtëpi ngadalë, duke i shikuar rreth e qark me kujdes. Dhoma ishte e vogël, por e ngrohtë. Kishte pak karige, një tryezë të vjetër dhe disa batanie të grumbulluara në cep. Mirela solli çaj dhe bukë dhe fëmijët filluan të hanin pa folur. Ngrënin me nxitim, sikur frika se ushqimi do të mbaronte në çdo çast. Zana i vështronte me dhimbje. Sa kishin vuajtur këta fëmijë? Çfarë kishin parë? Çfarë kishin humbur? Atë natë, Zana dhe Ismaili organizuan vendet ku do të flinin. Dhoma e madhe do të ndahej, djem do të flinin në një anë, vajzat në anën tjetër. Ishte ngushtë, por do të arrinin. Besnik, Liridona, Valmir, Elvana dhe Rina ushtrin në dysheme mbi ca batanie. Asnjë nuk foli. Besnik mbante një shprehje të fortë. Liridona po përshpërinte diçka për Rinën për ta qetësuar. Valmir kishte mbyllur syt dhe po përpiqej të mos qante. Elvana po dridhej ende dhe Rina po qante në heshtje.
Zana ul pranë tyre dhe filloi të këndonte një këngë të butë, një këngë që e këndonte për fëmijët e saj kur ishin të vegjël. Zëri i saj i ëmbël mbushi dhomën, dhe ngadalë fëmijët filluan të qetësoheshin. Ju jeni të sigurt këtu, përshpëriti ajo. Askush nuk do t'ju bëj keq, ne jemi familje tani. Por në zemrat e tyre, fëmijët ende nuk e besonin, kishin humbur shumë për të besuar edhe një herë. Mëngjesi i parë me fëmijët e rinj në shtëpi ishte i heshtur dhe i rënd. Zana u zgjua më herët se zakonisht dhe përgatiti çaj për të gjithë. Kishte vetëm një copë të vogël buke që kishte mbetur nga dita më parë dhe e ndau në pjesë të vogla, mjaft për të gjithë të shijonin të paktën një kafshum. Kur fëmijët zbritën nga dhoma, dukeshin ende të friksuar dhe të largët. Besniku, djali i madh, erdhi i pari. Ai kishte një shprehje të ashpër në fytyrë, sikur po përpiqej të mbante kontrollin e situatës edhe kur nuk kishte asgjë për nën kontroll. Syti kishte të mëdhenj dhe kafe të errta, dhe flokët e zeza i binin mbi ball. Trupi i tij ishte i holl nga uria, por qëndrimi tregonte se po përpiqej të dukej i fortë. "Mirëmëngjes, besnik," tha Zana me një buzëqeshje të butë. Ai vetëm e shikoi për një moment dhe pastaj ulur pa thënë asgjë. Nuk kishte besim, nuk kishte fjalë, kishte vetëm heshtje. Liridona erdhi duke mbajtur dorën e rinës. Ajo ishte 11 vjeç, por syt i kishin një pjekuri që nuk i takonte moshës së saj. Flokët ishin të gjatë dhe të ndotur, dhe rroba e saj ishte grirë në disa vende. Ajo po përpiqej të ishte nëna për të vegjëlit e tjerë, edhe pse vetë ishte fëmijë. "Mirëmëngjes, Liridona. Mirëmëngjes, Rina," tha Zana. Liridona u përgjigj me një zë të ulët. "Mirëmëngjes." Rina, 5 vjeçja, mbante gishtin në gojë dhe po shikonte rreth e qark me sy të mëdhenj dhe plot frikë. Ajo kishte flokë të kuq dhe fytyrë të rumbullakët, por syt i kishin një trishtim që të thyen zemrën. Valmir dhe Elvana erdhën së bashku. Valmir ishte 10 vjeç me shikimin ulur dhe qëndrim të mbyllur. Ai dukej sikur kishte vendosur të mos besonte askënd. Elvana, 8 vjeçe, kishte lëkurë të bardhë dhe sy blu që kishin parë shumë dhimbje. Ajo po dridhej ende, sikur çdo zhurmë e papritur do ta tmeronte. "Mirëmëngjes," tha Zana, duke u buzëqeshur për të dy. "Ejani, uluni dhe pini pak çaj." Ata ulën ngadalë, duke i shikuar njëri tjetrin si për të konfirmuar se ishte e sigurt. Mirela solli gota me çaj dhe copat e vogla të bukës dhe i vendosi në tryezë. "Kjo është gjithë që kemi sot," tha Mirela me një zë të butë, "por nesër do të gjejmë më shumë." Fëmijët filluan të hanin, përsëri me nxitim, dhe askush nuk foli. Qetësia ishte e rëndë, e mbushur me dhimbje të pashprehur. Arbeni i vështronte nga ana tjetër e dhomës. Ai ndjente një përzierje emocionesh, mëshirë për këta fëmijë që kishin humbur gjithçka, por edhe shqetësim për të ardhmen. Si do të arrinin të ushqenin 8 fëmijë? Doriani, nga ana tjetër, ishte i lumtur që kishte fëmijë të tjerë në shtëpi. Ai u afrua Valmirit dhe i tha: "Ti dëshiron të luash me mua më vonë?" Valmiri e shikoi me një shprehje boshe dhe nuk u përgjigj. Doriani u tërhoq pak, duke ndjerë refuzimin, por nuk humbi shpresën. Pas mëngjesit, Zana filloi të fliste me fëmijët për rregullat e shtëpisë. Asgjë e ashpër, vetëm gjëra të thjeshta. Ku do të flinin, kur do të hanin dhe se ishin të sigurt këtu. Por ajo pa në sytë e tyre se fjalët e saj nuk po depërtonin ende. Këta fëmijë kishin nevojë për kohë, kishin nevojë për më shumë se fjalë. Ditën e parë, fëmijët qëndruan kryesisht në dhomën e tyre. Besniku po shikonte nga dritarja, si duke kërkuar diçka që nuk e dinte çfarë ishte. Liridona po kujdesej për Rinën, duke i kënduar në zë të ulët. Valmiri ishte ulur në cep dhe po shikonte murin. Elvana po flinte, e lodhur nga stresi dhe frika. Zana hyri disa herë për të parë nëse kishin nevojë për diçka, por ata vetëm e shikonin dhe nuk flisnin. "Kohë," i tha Ismaili asaj në darkë. "Kanë nevojë për kohë për të kuptuar se janë të sigurt." "E di," tha Zana, "por më dhem zemra për ta. Çfarë kanë parë ata fëmijë? Çfarë kanë jetuar?" Asnjë nuk e dinte, por të gjithë ndjenin dhimbjen, traumën dhe humbjen që mbanin brenda. Ditët kalonin ngadalë. Familja Dervishi po përpiqej të gjente një ritëm të ri jetese me 8 fëmijë në shtëpi. Ishte e vështirë, ushqimi po mbaronte shpejt, hapësira ishte e ngushtë dhe fëmijët refugjat ende nuk kishin filluar të hapeshin. Mirela po përpiqej të krijonte një lidhje me Liridonan.
Ajo e kuptonte se vajza kishte peshën e botës mbi supet e saj, po përpiqej të ishte nëna për vëllezërit dhe motrat e vogla, kur vetë ishte vetëm 11 vjeç. Një ditë, Mirela e gjeti Liridonën duke qajtur në heshtje në cep të thomës, ndërsa fëmijët e tjerë ishin jashtë. Ajo ul pranë saj dhe e pyeti me zë të butë: "Çfarë ndodhi, Liridona?" Liridona e fshiu shpejt lotët dhe tha: "Asgjë, jam mirë." "Nuk duket se je mirë," tha Mirela. "Mund të më thuash mua, unë jam këtu." Liridona e shikoi për një moment dhe pastaj tha me zë të thyer: Unë nuk jam mjaft e fortë për ta. Nëna më tha të kujdesem për ta përpara se ajo nuk mund ta mbaronte fjalinë. Mirela i mbërtheu dorën. "Ti je më e forta se çdo njeri që kam takur ndonjëherë, por nuk duhet të bësh gjithçka vetëm. Ne jemi këtu. Unë jam këtu." Liridona filloi të qajtur më shumë dhe Mirela e përqafoi fort. Ishte hera e parë që ajo e lejonte veten të tregonte dobësi dhe ishte një çlirim i madh. Nga ana tjetër, Arbeni po përpiqej të komunikonte me besnikun. Djali i madh ishte i ashpër dhe i mbyllur, duke refuzuar të fliste për çdo gjë që kishte të bënte me të shkuarën. Një ditë, Arbeni e mori besnikun me vete për të mbledhur dru për sobën. Ndërsa ecnin në pyll, Arbeni tha: "E di se nuk dëshiron të flisesh për atë që ka ndodhur dhe nuk duhet nëse nuk je gati, por dëshiroj që të dish se ne jemi këtu për ty." Besniku nuk tha asgjë për një kohë të gjatë. Pastaj, pa e shikuar Arbenin, tha: "Nuk ka nevojë të jeni. Ne do të largohemi së shpejti." "Pse thua kështu?" pyeti Arbeni. "Sepse kështu ndodh gjithmonë. Njerëzit thonë se do të kujdesen për ty dhe pastaj të lënë. Ne jemi barë. Ju do të kuptoni së shpejti." Arbeni e shikoi me dhimbje. "Ne nuk jemi si të tjerët. Mund të jemi të varfër, mund të mos kemi shumë, por ne nuk lëm askand." Besniku nuk u përgjigj, por diçka në sytë e tij ndryshoi, një shkëndi e vogël shprese, edhe nëse nuk guxonte ta besonte ende. Me Valmirin, Doriani vazhdonte të përpiqej. Çdo ditë i propozonte të luante dhe çdo ditë Valmiri e refuzonte, por Doriani nuk hishte dorë. Një ditë, Doriani solli një top të vjetër të leçke që kishte gjetur dhe filloi të luante vetëm në obor. Valmiri e shikonte nga dritarja dhe pas një kohe doli dhe ul në një mur duke e vështruar. "Dëshiron të luash?" pyeti Dorian duke e hedhur topin. Valmiri e kapi topin, e mbajti për një moment dhe pastaj ja hodhi prapa. Nuk tha asgjë, por ishte një fillim. Elvana ende ishte shumë e friksuar. Çdo zhurmë e papritur e bënte të dridhej dhe ajo shpesh fshihej pas Liridonës. Zana po përpiqej të ishte butë dhe e durueshme, duke e lejuar vajzën të vite tek ajo kur ishte gati. Dhe Rina, foshnja, po kërkonte ngrohtësi dhe dashuri. Ajo kishte filluar të qante më pak, por ende thoshte fjalën nën në gjumë dhe shpesh zgjidhej në mes të natës me ëndra të këqija. Zana e merrte në krah dhe e lëkunte derisa të flinte përsëri, duke i kënduar të njëjtën këngë që i këndonte fëmijëve të saj. "Ti je sigurt këtu, zemra ime," përshpërinte ajo. "Unë jam këtu. Gjithmonë do të jem këtu." Javët që pasuan ishin të vështira për të gjithë. Ushqimi po bëhej gjithnjë më i rrallë. Ismaili dhe Arben punuan sa herë që gjetën punë, por paga ishte e pakët dhe nuk mjaftonte për 8 fëmijë. Shpesh, familja hante vetëm një herë në ditë, një çorbë të hollë me patate ose pak bukë me domate. Zana po bënte mrekulli me atë pak që kishte. Ajo merrte perime nga fqinjet në këmbim të punës në kopshtet e tyre. Ajo shkonte në treg në fund të ditës, kur shitësit shitnin produktet me zbritje për të mos i hedhur. Ajo kursente çdo grimc dhe bënte gjithçka që mund të bënte. Por ndonjëherë nuk mjaftonte. Ndonjëherë fëmijët shkonin në gjumë me stomak që u rënkonte. Ndonjëherë Zana dhe Ismaili nuk hanin fare që fëmijët kishin më shumë. Një ditë, besniki e pa Zanën duke ngrënë vetëm një copë shumë të vogël bukë, ndërsa ua kishte dhënë pjesën më të madhe fëmijëve. Ai e pa se ajo po dobësohej, se fytyra i ishte bërë më e hollë dhe sytë më të lodhur. Atë mbrëmje, ai i tha Liridonës: "Ne duhet të bëjmë diçka. Nuk mund të vazhdojmë kështu. Ata po vuajnë për shkarkun ton." "Çfarë mund të bëjmë ne?" pyeti Liridona. "Jemi fëmijë." "Mund të ndihmojmë," tha besniki. "Mund të gjejmë mënyra për të kontribuar.
Unë mund të shkoj të kërkoj punë, ti mund të ndihmosh Zanën me punët e shtëpisë. Ne nuk duhet të jemi vetëm barë. Liridona u habit nga vendosmëria e tij, por u dakordua. Ajo e donte familjen Dervishi për atë që po bënin dhe nuk donte t'i shihte duke vuajtur. Ditën tjetër, besniki i tha Ismailit se donte të shkonte me të për të kërkuar punë. Ismaili fillimisht refuzoi, djali ishte vetëm 13 vjeç, por besniki insistoi. Unë jam i fortë, tha ai, mund të ndihmoj. Ju keni bërë shumë për ne, le të bëj diçka për ju. Ismaili e shikoi dhe pa diçka në sytë e djalit që e bëri të ndryshonte mendje. Krenari, vendosmëri dhe një dëshirë për të dhënë diçka prapa. Mirë, tha. Mund të vish, por duhet të më dëgjosh dhe të bësh atë që të them. Besniki e pranoi dhe ditën tjetër shkuan së bashku në qytet. Ecën orë të tëra duke kërkuar punë, në kantieret e ndërtimit, në dyqane, në çdo vend ku mund të kishte nevojë për punëtor. Shumë njerëz i refuzuan, por më në fund një pronar kantieri ja pranoi t'i merrte për disa ditë për të pastruar dhe mbajtur materiale. Puna ishte e rëndë. Besniki nuk ishte mësuar me një punë kaq fizike, por ai nuk u ankua. Çdo muskull i lemte, duart i fishkëllonin nga mjetet dhe lodhja ishte e madhe, por ai vazhdoi. Çdo mbrëmje kur kthehej në shtëpi me Ismailin, ai merrte pjesën e vogël të pagës së tij dhe ja dhënte Zanës. Kjo është për ushqim, thoshte ai. Zana nuk arrinte të mbante lotët. Besnik, ti nuk duhet. Po duhet, thoshte ai. Ju po bëni shumë për ne. Kjo është më e pakta që mund të bëj. Mirela dhe ajo po krijonin një lidhje të fortë. Flisnin për gjithçka, për jetën, për ëndrat, për humbjen. Liridona i tregoi Mirelës për nënën e saj, për mënyrën se si ajo i këndonte para gjumit, për ditën e fundit kur e pa. Ajo më tha të kujdesem për ta, por unë nuk jam mjaft e mirë, nuk jam sa ajo. Je më e mirë se çdo njeri që njoh, dhe nëna jote do t'ishte krenare për ty. Valmir kishte filluar të luante me Dorianin. Jo shumë, por pak nga pak po hapej. Ndonjëherë kalonin orë duke luajtur me topin, dhe ndonjëherë Valmir edhe buzëqeshte. Një buzëqeshje të vogël, por të vërtet. Doriani ishte i lumtur. Ai e donte të kishin fëmijë të tjerë në shtëpi dhe nuk e shihte barrën që prindrit e tij po mbanin. Për të, ishte vetëm gëzim të kishe më shumë vëllezër e motra. Elvana ende ishte shumë e friksuar, por po fillonte të besonte pak më shumë. Zana kalonte kohë me të çdo ditë, duke folur me zë të butë, duke i treguar se ishte e sigurt. Një ditë, Elvana e zuri dorën e Zanës dhe nuk e la. Ishte një moment i vogël, por shumë i rëndësishëm. Dhe Rina po bëhej më e qetë. Ajo ende thërriste nënën në gjumë, por po fillonte të thërriste edhe Zana gjatë ditës. Po fillonte të kuptonte se kjo grua që e mbante në krah, që i këndonte, që i jepte dashuri, ishte dikush që mund të besonte. Por pavarësisht përpjekjeve të gjithëve, uria ishte një realitet i përditshëm. Kishte ditë kur Zana dhe Ismaili ngrënin vetëm një gotë ujë dhe një copë bukë të vogël. Kishte ditë kur fëmijët merrnin një çorbë aq të hollë sa mezi kishte shije. Kishte ditë kur të gjithë shkonin në gjumë me stomakun bosh. Një natë, Ismaili u zgjua dhe e gjeti Zanën duke qarë në kuzhinë. Ajo ishte ulur në errësirë, me duart në fytyrë dhe po dridhej nga të qarit. Zana, çfarë ndodh? Pyeti ai duke u ulur pranë saj. Nuk po arri, tha ajo me zë të thyer. Po përpiqem, por nuk mjafton. Fëmijët janë ende të uritur, po do psohen dhe nuk di çfarë të bëj më. Ismaili e përqafoi fort. Po bën gjithçka që mund të bësh, më shumë se gjithçka, dhe fëmijët e dinë këtë, por nuk mjafton, përsëriti ajo. Çfarë nëne jam nëse nuk mund t'i ushqej? Je nëna më e mirë që mund të kishin, tha Ismaili, dhe do të gjejmë një mënyrë. Gjithmonë kemi gjetur. Por në zemrat e tyre, të dy e dinin se situata po bëhej gjithnjë e më e vështirë. Sa kohë mund të vazhdonin kështu? Muaji i dytë me fëmijët refugjat në shtëpi ishte edhe më i vështirë. Puna për Ismailin dhe Arbenin po bëhej gjithnjë e më e rrallë, dhe edhe kur gjenin punë, paga ishte minimale. Zana po shtrydhej sa më shumë që mundej, por gurimet po mbaronin. Një ditë, ndërsa Zana po përpiqej të gatuante diçka nga pothuajse asgjë, ajo ndjeu një dhimbje të fortë në bark nga uria. Ishte ditë të tëra që nuk kishte ngrënë më shumë se një copë të vogël bukë.
trupi i saj po dobësohej, por ajo vazhdonte për fëmijët. Mirela e pa dhe e pyeti: "Nën, a je mirë?" "Jam mirë, zemra ime," gënjeu Zana, vetëm pak e lodhur. Por Mirela e dinte të vërtetën. Ajo e shihte se nëna e saj po sakrifikonte gjithçka për ta, dhe nuk ishte vetëm ajo, babai gjithashtu, Arbeni gjithashtu, e tërë familje po jepte gjithçka. Atë mbrëmje, kur të gjithë mblodhen për darkë, një çorbë shumë të hollë me një copë buke të ndarë për 8 fëmijë, Besniku e pa skenën dhe ndjeu një dhimbje të thellë në zemër. Ai e shihte se familja Dervishi po vuante për shkakun e tyre. Edhe pse ata nuk tregonin, edhe pse buzëqeshnin dhe thonë se gjithçka ishte mirë, ai e dinte. Pas darke, Besniku i mblodhi vëllezrit dhe motrat në dhomën e tyre dhe u tha: "Ne nuk mund të vazhdojmë kështu, po i shkatrojmë. Por çfarë mund të bëjmë? Ku mund të shkojmë? Nuk e di, por nuk është e drejtë që ata të vuajnë kaq shumë për ne." Valmir që rrallë fliste tha: "Por ata na duan. Unë e shoh, nuk po e bëjnë vetëm nga detyrimi. E di, por dashuria nuk mjafton kur nuk ke ushqim." Ata folën gjatë asaj nate, duke u përpjekur të gjenin një zgjidhje, por çfarë zgjidhje kishte? Nuk kishin asgjë, nuk kishin askënd tjetër. Familja Dervishi ishte gjithçka që kishin. Ditën tjetër, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Ismaili dhe Arbeni u kthyen nga puna me fytyrë të trishtuar. Kishin humbur punën. Kantieri kishte mbyllur për shkak të mungesës së fondeve. "Çfarë do të bëjmë tani?" pyeti Arbeni, duke ulur kokën. Ismaili nuk kishte përgjigje. Ai ishte një burr i fortë, por edhe ai kishte limite. Ai ul në karrige dhe vendosi kokën në duar. Zana erdhi dhe ul pranë saj. "Do të gjejmë diçka," tha ajo, edhe pse vetë nuk e besonte. "Me çfarë do t'ju ushqim fëmijët nesër?" pyeti Ismaili. "Nuk kemi asgjë, madje as për një copë bukë." Qetësia që pasoi ishte e rëndë. Fëmijët ishin në dhomën tjetër, por ata mund të dëgjonin bisedën. Dhe ata e kuptuan. Situata ishte bërë e paqëndrueshme. Atë natë, Besnik vendosi të bënte diçka që nuk kishte bërë kurrë më parë. Ai do të dilte në rrugë për të kërkuar ndihmë. Nuk do të lypte për vete, por për familjen që po e strehonte atë. Në mëngjes, ai u ngrit herët dhe u largua pa i thënë askujt. Shkoi në treg dhe filloi të kërkonte punë. Çfarëdo pune, pastrimi, mbartja e peshave, çfarëdo gjë. Kishte vetëm 13 vjeç, por po përpiqej të dukej më i madh, më i fortë. Pas orësh kërkimi, një shitës plak i frutave e pyeti: "Çfarë po kërkon djali im?" "Punë," tha Besnik. "Çfarëdo pune. Jam i fortë dhe mund të punoj shumë." Plaku e shikoi me simpati. "Sa vjeç je?" 13, tha Besnik me sinqeritet. Plaku tundu kokën. "Je shumë i ri për punë të rënda." "Por kam nevojë," tha Besnik, dhe në atë moment zëri u thye. "Familja që më strehon po vuan për shkakun tim. Nuk kam ku të shkoj dhe dua të ndihmoj. Ju lutem." Plaku e pa dhimbje në sytë e djalit dhe u përkul. "Mirë," tha ai. "Mund të më ndihmosh të mbart kofa më të frutave dhe të pastroj në fund të ditës. Do të t'jap disa lekë dhe fruta që mund t'i marrësh në shtëpi." Besnik pothuajse qau nga gëzimi. "Faleminderit," tha ai. "Faleminderit shumë." Ai punoi gjithë ditën, duke mbajtur kofa më të rënda, duke pastruar, duke bërë gjithçka që i kërkohej. Ishte e lodhshme, por ai nuk u ankua. Në fund të ditës, plaku i dha disa lekë dhe një qese plot me fruta që nuk ishin shitur. "Merrni këto për familjen tënde," tha plaku, "dhe kthehu nesër nëse dëshiron." Besnik e falenderoi përsëri dhe vrapoi drejt shtëpisë. Kur arriti, gjeti familjen ulur në heshtje në dhomën e ndenjes. Ismaili dhe Zana dukeshin të shkatruar dhe fëmijët ishin të heshtur dhe të trishtuar. "Unë kam sjell diçka," tha Besnik, duke treguar qesen. Të gjithë e shikuan me gojë hapur. Zana u ngrit dhe erdhi tek ai. "Besnik, nga i more këto?" "Punova," tha Besnik. "Një njeri i mirë më dha punë në treg dhe tha se mund të kthehem nesër." Zana filloi të qante dhe e përqafoi fort. "Ti je një djalë i mrekullueshëm, të mrekullueshëm." Atë natë, familja hëngri fruta, diçka që nuk kishin pasur prej kohësh. Ishte një darkë e thjeshtë, por për ta ishte një fest. Dhe për herë të parë prej ditësh, të gjithë shkuan në gjumë
pa stomakun bosh. Pas atij momenti, diçka ndryshoi në familje. Fëmijët refugjat nuk ishin më vizitor, ishin pjesë e familjes. Ata filluan të kontribonin, të ndihmonin, të jepnin aq sa mund të jepnin. Besnik vazhdoi të punonte në treg çdo ditë. Ishte punë e rëndë për një djalë të ri, por ai nuk u dorëzua kurrë. Çdo mbrëmje kthehej në shtëpi me pak para dhe pak ushqim, dhe çdo herë Zana e përqafonte dhe i thoshte sa prenare ishte për të. Liridona po ndihmonte Zanën me gjithçka: gatimin, pastrimin, kujdesin për fëmijët e vegjël. Ajo kishte mësuar të qepte nga Zana dhe po rregullonte rrobat e vjetra që kishin. Edhe pse ishte vetëm 11 vjeç, po bëhej një vajzë e re e mrekullueshme. Një ditë ndërsa po qepte një rrobë, Mirela i tha: "Ti je kaq e talentuar, një ditë do të bëhesh rrobaqepse e madhe." Liridona buzëqeshi, një buzëqeshje e vërtet, jo të detyruar. "Mendoj se do të më pëlqente," tha ajo. "Do të doja të krijoja diçka të bukur për njerëzit." Valmiri dhe Doriani kishin bërë një miqësi të fortë. Ata luanin çdo ditë dhe Valmiri kishte filluar të fliste më shumë. Tregonte histori për jetën në Kosovë përpara luftës, për familjen e tij, për vendet ku luante. Një ditë ai i tha Dorianit: "Ti je vëllai im i vërtet tani." Doriani buzëqeshi gjerë: "Dhe unë i imi." Elvana po fillonte të dilte nga guashka e saj. Ende kishte momente kur friksohej, por tani kishte njerëz që e mbronin. Zana i kishte mësuar të këndonte, dhe shpesh ato dy këndonin së bashku. Zëri i Elvanës ishte i bukur, i pastër dhe i ëmbël. Një pasdite, ndërsa këndonin, Ismaili hyri dhe ndaloi të dëgjonte. Kur mbaruan, Ismaili kishte lotë në sy. "Kjo është muzika më e bukur që kam dëgjuar kurrë në jetë." Dhe Rina, foshnja e vogël, kishte filluar të thërriste Zanën nën Zana dhe Ismailin Bada Ismail. Ajo kishte harruar frikën dhe tani dridhej nga dashuria. Çdo mbrëmje kërkonte përralla përpara gjumit dhe Zana gjithmonë i tregonte një: për princeshën e guximshme, për kalorsin që shpëtonte të doptit, për dashurinë që mundi gjithçka. Familja po bëhej një, jo dy familje që jetonin së bashku, por një familje e vërtet. Ata nuk e shihnin njëri tjetrin si të huaj më, ishin gjak, edhe nëse nuk kishin të njëjtin gjak biologjik. Por sfidat ende vazhdonin. Ushqimi ende ishte i rrallë, parat ende mungonin, dhe shpesh ata duhej të bënin zgjedhje të vështira, kush do të hante më shumë, kush do të shkonte në gjumë me pak. Një natë, Arbeni u zgjua dhe e gjeti babain ulur jashtë, duke shikuar yjet. Shkoi dhe u ul pranë tij. "Baba, a ke frikë ndonjëherë se nuk do të arrijm?" pyeti ai. Ismaili e shikoi djalin e tij dhe tha: "Çdo ditë, por pastaj shoh fëmijët, të tetata, dhe kuptoj se po arrim. Ata janë gjallë, ata po rriten, ata po dashurohen dhe po mësojnë se bota nuk është vetëm e keqe. Dhe kjo është një sukses më i madh se çdo gjë tjetër." Arbeni buzëqeshi: "Je njeriu më i fortë që njoh." "Jo," tha Ismaili, "nëna jote është. Ajo është ajo që na mban të gjithë të bashkuar." Dhe ishte e vërtet, Zana ishte zemra e familjes. Ajo ishte ajo që gjente zgjidhje kur nuk dukej se kishte. Ajo ishte ajo që buzëqeshte kur të gjithë të tjerët ishin të dëshpëruar. Ajo ishte ajo që dashuronte pa kushte dhe pa kufi. Por edhe ajo kishte momentet e saj të dobësisë. Një natë, ndërsa të gjithë flenin, ajo doli jashtë dhe qau në heshtje. Trupi i saj po lodhej, uria po e dobësonte dhe shqetësimi për të ardhmen po e konsumonte. Mirela e gjeti dhe u ul pranë saj. "Nën, çfarë ndodh?" Zana e fshiu shpejt lotët. "Asgjë, zemra ime, jam mirë." "Nuk je," tha Mirela, "dhe është në rregull të mos jesh mirë, edhe ti ke të drejtë të jesh e lodhur." Zana e shikoi vajzën e saj dhe tha: "Kam frikë, Mirela, kam frikë se nuk po bëj mjaft, që fëmijët do të vuajnë, që do të dështoj." Mirela ja mbërtheu dorën. "Ti nuk po dështon, po bën më shumë se çdo njeri tjetër në botë, dhe ne të gjithë e dim këtë. Çdo fëmijë në atë shtëpi të dashuron më shumë se gjithçka." Zana e përqafoi fort dhe qau në krahët e saj. Ishte një moment vulnerabiliteti, por edhe force, sepse në atë përqafim ajo gjeti forcën për të vazhduar. Ndërsa muajt kaluan, historia e familjes Dervishi filloi të përhapej në lagje.
Njerëzit flisnin për familjen e varfër që kishte pranuar 5 fëmijë jetim refugjat. Disa i admironin, disa mendonin se ishin marrë, por të gjithë e njihnin sakrificën e tyre. Një ditë, një grua nga një organizat internacionale ndihmash erdhi në shtëpinë e tyre. Ajo kishte dëgjuar për ta dhe donte të shihte vetë situatën. Zoti dhe zonja Dervishi, tha pasi u ul, kam dëgjuar për atë që po bëni, është e mahnitshme dhe e rrallë, doja të di nëse ka diçka që mund t'ju ndihmojmë. Zana dhe Ismaili u shikua njëri tjetrin, nuk ishin mësuar të kërkonin ndihmë, kishin gjithmonë qenë ata që jepnin, jo ata që merrnin. Ne po përballojmë, tha Ismaili, dhe do të vazhdojmë të përballojmë. Gruaja buzëqeshi me respekt. Kjo është e qartë, por ndonjëherë pranimi i ndihmës nuk është dobësi, është urtësi. Keni 8 fëmijë për të ushqyer, le t'ju ndihmojmë. Pas bisedës, organizata filloi të dërgonte ushqim çdo muaj, jo shumë, por mjaft për të ndihmuar. Gjithashtu ofruan disa veshje për fëmijat dhe pak mjete shkollore. Kjo ndihmë bëri një ndryshim të madh. Familja ende kishte luftë, por tani nuk ishte kaq ekstreme. Fëmijët po hanin më rregullisht dhe Zana nuk po shtrëngohej aq shumë. Por ajo që ishte më e rëndësishme nuk ishin gjërat materiale, ishte ndjenja që dikush i shihte, që dikush i vlerësonte për atë që po bënin. Fëmijët refugjat gjithashtu po ndryshonin në mënyra të mëdha. Besniku kishte filluar të shkonte në një shkollë informale që organizohej nga vullnetar për fëmijët refugjat. Ai po mësonte të shkruante më mirë, të lexonte më mirë dhe po ndërronte për një të ardhme ku mund të bënte diçka me jetën e tij. Liridona kishte filluar të ndihmonte në një qendër për gratë dhe vajzat refugjate, ku mësonte qepje dhe mjeshtri të tjera. Ajo po bëhej gjithnjë e më e aftë dhe po mendonte për mundësinë që ndonjë ditë të hapte biznesin e saj. Valmir kishte filluar të shkruante poezi. Mirela e zbuloi një ditë kur gjeti një fletore në jashtëkun e tij. Poezit ishin për humbjen, për dhimbjen, por edhe për shpresën. Ishin të bukura dhe të thella. Këto janë të mrekullueshme, i tha Mirela. Duhet i ndash me botën. Valmir u kuqi. Janë vetëm fjalë. Janë më shumë se fjalë, tha ajo. Janë shpirtin tënd. Elvala kishte filluar të këndonte për të tjerët, në ngjarje të vogla komunitare, në festën e lagje. Zëri i saj po bëhej i njohur dhe njerëzit vinin për ta dëgjuar. Ajo ende kishte frikë, por këndimi i jepte kuraj. Kur këndonte, ajo harronte gjithçka, harronte dhimbjen, humbjen, traumën. Kishte vetëm muzikën. Një ditë, një grua e pyeti: "Ku e mësove të këndosh kështu?" Elvana buzëqeshi dhe tha: "Nëna ime më mësoi, dhe tani nëna ime e re po më mëson të jem e fortë." Dhe Rina, foshnja, po rritej e lumtur dhe e dashuruar. Ajo kishte harruar shumë nga trauma e hershme. Tani dridhej nga gëzimi, nga këndimi, nga lojrat. Ajo e thërriste Zanën nën, pa hezitim, dhe Ismailin baba, me dashurinë më të pastër. Një mbrëmje, ndërsa Zana po e vinte në shtrat, Rina e shikoi me ato sy të mëdhenj dhe tha: "Nën, ti më do?" Zana ndarte të qante: "Më shumë se gjithçka në botë, zemra ime." "Edhe unë të dua," tha Rina, "dhe nuk dua të jem kurrë larg teje." Zana e përqafoi fort dhe qau nga lumturia dhe dhimbja. Lumturia që kjo fëmijë e vogël kishte gjetur paqe dhe dhimbja për atë që kishte humbur. Vitet filluan të kalonin dhe familja vazhdoi të luftonte, të rritej dhe të dashurohej. Nuk ishte kurrë e lehtë. Kishte ditë kur ushqimi ende mungonte. Kishte ditë kur të gjithë ishin të sëmurë dhe nuk kishte para për ilaçe. Kishte ditë kur dukej se gjithçka do të shembej. Por ata nuk u dorëzuan kurrë. Çdo herë që një sfidë vinte, ata e përballonin së bashku, jo si 2 familje, por si një. Besnik ishte bërë një djalë i ri i fortë dhe i përgjegjshëm. Ai kishte vazhduar të punonte gjatë gjithë viteve dhe tani kishte 16 vjeç. Ishte i lartë, me muskuj të zhvilluar nga puna dhe me një krenari në sy që tregonte për rritjen e tij. Një ditë, ai erdhi në shtëpi me lajme të mëdha. "Kam gjetur punë të mirë," tha ai, "në një kompani ndërtimi, paguajnë mirë dhe ka mundësi për të avancuar." Ismaili e përqafoi me krenari:
kjo është e shkëlqyer djalë. Dhe dua të kontriboj më shumë, tha Besnik. Dua të ndihmoj familjen, ju keni bërë shumë për mua, tani është radha ime. Zana nuk arriti këmbante lotët. Ky djalë që kishte ardhur i shkatëruar, i friksuar dhe i mbyllur, tani ishte bërë një burr i ri i mrekullueshëm. Liridona kishte mbaruar shkollën informale dhe kishte filluar të punonte në një rrobaqepse. Ajo po fitonte para të veta dhe po ndihmonte familjen. Ajo kishte gjithashtu filluar të mësonte vajzat të tjera të qepnin, duke transmetuar atë që kishte mësuar. Nëna Zana më mësoi gjithçka dhe tani dua të mësoj të tjerat. Valmir kishte vazhduar të shkruante dhe kishte filluar të lexonte poezitë e tij në ngjarje lokale. Njerëzit e dëgjuan dhe u prekën nga thellësia e fjalëve të tij. Ai kishte gjetur një mënyrë për të shprehur dhimbjen që mbante brenda, dhe kjo e shëronte. Një ditë, një grua e pyeti: "Ku e mësove të këndosh kështu?" Elvana buzëqeshi dhe tha: "Nëna ime më mësoi, dhe tani nëna ime e re po më mëson të jem e fortë." Dhe Rina, foshnja, po rritej e lumtur dhe e dashuruar. Ajo kishte harruar shumë nga trauma e hershme. Tani dridhej nga gëzimi, nga këndimi, nga lojrat. Ajo e thërriste Zanën, nën, pa hezitim, dhe Ismailin, baba, me dashurinë më të pastër. Një mbrëmje, ndërsa Zana po e vinte në shtrat, Rina e shikoi me ato sy të mëdhenj dhe tha: "Nën, ti më do?" Zana ndarte të qante: "Më shumë se gjithçka në botë, zemra ime." "Edhe mund të dua," tha Rina, "dhe nuk dua të jem kurrë larg teje." Zana e përqafoi fort dhe qau nga lumturia dhe dhimbja. Lumturia që kjo fëmijë e vogël kishte gjetur paqe dhe dhimbja për atë që kishte humbur. Dhe Zana çdo herë i përgjigjej: "Edhe ti je vajza më e bukur që mund të kisha." Por me kalimin e viteve, Zana dhe Ismaili po plakeshin. Puna e rënd, uria e shpeshte dhe stresi konstant po linin gjurmë. Zana kishte humbur shumë peshë. Flokët i ishin bërë tërësisht të bardhë dhe sytë kishin humbur pak nga shkëlqimi që kishin pasur më parë. Ismaili kishte zhvilluar probleme me shpinën nga puna e rënd dhe her pas here nuk mund të lëvizte mirë. Por ai kurrë nuk u ankua, ai vetëm vazhdoi. Fëmijët e shikonin me shqetësim. Ata e dinin se prindrit e tyre po sakrifikonin shëndetin për ta dhe kjo i mbushte me një ndjenjë të thellë mirënjohjeje dhe faji. Një ditë, kur Besnik ishte 20 vjeç, ai erdhi në shtëpi me një propozim. Kishte takuar një njeri që po hapte një biznes në një qytet tjetër dhe po kërkonte punëtor të besueshëm. Paga ishte e mirë, por do të duhej të largohej nga familja. "Nuk e di nëse duhet ta pranoj," i tha ai Ismailit. "Nuk dua t'ju lë." Ismaili e shikoi me seriozitet. "Besnik, ti ke jetën tënde për t'jetuar, nuk mund të qëndrosh këtu për gjithmonë për ne." "Por ju jeni familja ime," tha Besnik. "Gjithçka që kam." "Dhe gjithmonë do t'jemi," tha Ismaili. "Por kjo është mundësia jote për të ndërtuar diçka për veten tënde, për të pasur një të ardhme më të mirë." Besnik ishte i shqetësuar. Ai nuk donte të largohej, por e dinte se ky ishte hapi i duhur. Kur ja tha Zanës, ajo qau. "Djalim," tha ajo, duke e përqafuar, "jam kaq krenare për ty, dhe nëse kjo është ajo që dëshiron, ke bekimin ton." "Por si do t'jetoni pa pagën time?" pyeti ai. "Do t'jemi mirë," tha Zana, edhe pse nuk ishte e sigurt nëse ishte e vërtet. "Arben po punon, Liridona po kontribon, dhe ne kemi mësuar të përballojmë." Besnik vendosi të pranonte punën. Ditën kur u largua ishte një nga ditët më të vështira për familjen. Të gjithë ishin në prag për t'i thënë lamtu mirë. Liridona e përqafoi dhe i tha: "Je vllai më i mirë që mund të kisha, mos na harro." "Kurrë," tha Besnik. "Asnjëherë." Valmir nuk tha asgjë, por lotët po i rrjedhin në faqe. Besnik e përqafoi dhe i tha: "Kujdesu për ta. Ti je i fortë, edhe nëse nuk e beson." Elvana këndoi një këngë lamtumire dhe zëri i saj ishte kaq i bukur dhe i trishtuar sa të gjithë qanë. Dhe Rina, foshnja që tani nuk ishte më kaq e vogël, e përqafoi dhe i tha: "Do të më mungosh, Besnik. Do të kthehem shpesh," premtoi ai. "Çdo muaj dhe do të sjell gjëra të bukura për ty." Kur erdhi radha e Zanës dhe Ismailit, askush nuk mund të fliste. Ata vetëm e përqafuan dhe qanë. Ky djalë që kishte ardhur si refugjat i friksuar, tani po largohej si një burr i ri i suksesshëm, dhe kjo ishte një fitim dhe një humbje në të njëjtën kohë. "Faleminderit,"
tha Besnik me slotëve. Për gjithçka, për jetën, për dashurinë, për të gjitha. Ti e djali ynë dhe gjithmonë do t'jesh. Kur Besnik u largua, shtëpia ndihej e brastët, por kishte gjithashtu një ndjenjë krenarie. Ata kishin marrë një fëmijë të shkatruar dhe kishin dhënë një të ardhme. Kjo ishte kuptimi i çdo gjëje që kishin bërë. Jetesa pa Besnikun ishte e ndryshme, por familja vazhdoi. Ai dërgonte para çdo muaj, jo shumë, por mjaft për të ndihmuar. Ai gjithashtu shkronte letra, tregonte për jetën e tij të re, për njerëzit që po njihte, për ëndrat që po realizonte. Liridona kishte hapur një biznes të vogël qepjeje me disa vajza të tjera. Ato bënin rroba, përshtatje dhe riparime. Biznesi po shkonte mirë dhe ajo po fitonte mjaft për të kontribuar në familje. Një ditë, ajo erdhi në shtëpi me lajme. Kam kursyer mjaft para, tha Liridona, dhe dua të bëj diçka për familjen. Çfarë zemra ime? Pyeti Zana. Dua të riparojmë shtëpinë, çatin që rrjedh, muret e lagta, dyshemen. Dua që të keni një shtëpi të denjë. Zana dhe Ismaili u emocionuan thellë. Nuk duhet të shpenzosh paratë tua. Për ne, tha Zana. Jo për ju, për ne. Kjo është shtëpia jonë dhe meritojmë të kemi një vend të mirë. Ata filluan riparimet. Ismaili, Arben, Valmir dhe disa fëmijë që dëshiruan të ndihmuan, punuan për javë të tëra. Rregulluan çatin, lyen muret, ndërruan dyshemen në disa vende. Kur mbaruan, shtëpia dukej e transformuar. Nuk ishte e madhe, nuk ishte luksoze, por ishte e ngrohtë dhe e sigurt. Atë natë, familja u mblodh në dhomën e ndenjes dhe festuan. Kishin pak ushqim, por kishin njëri tjetrin, dhe kjo ishte gjithçka që u duhej. Valmir kishte filluar të mësonte në një shkollë të mesme për të rritur. Ai donte të mësonte më shumë, të zhvillohej më shumë. Mësuesit e tij thanë se kishte potencial të madh dhe se duhet të vazhdonte. Një ditë dua të shkruaj një libër, i tha ai Mirelës. Një libër për familjen tonë, për atë që kemi përjetuar, për dashurinë që na shpëtoi. Do të jetë libri më i bukur i shkruar ndonjëherë, tha Mirela. Elvana kishte filluar të mësonte vajza të tjera të këndonin. Ajo mbante kurse falas për fëmijët e komunitetit, duke u dhënë atë që i kishte dhënë asaj, shpresë dhe zë. Një ditë, një vajzë e vogël e pyeti: "Si bëhe kaq e mirë në këndim?" Elvana buzëqeshi. Sepse dikush më mësoi se edhe kur jeta është e vështirë, muzika mund të shërojë. Dhe Rina po bëhej një vajzë plot jetë dhe dashuri. Ajo shpreshe ndihmonte nënën në shtëpi, duke qenë e sjellshme dhe e lumtur. Ajo nuk mbante asnjë hidhërim për të kaluarën, kishte vetëm dashuri për të tashmen. Mirela kishte filluar të punonte si ndihmëse në një shkollë fillore. Ajo e dashuronte punën, të jesh me fëmijët, t'i ndihmosh të mësojnë, t'i shohësh duke u rritur. Ajo shihte diçka nga familja e saj në çdo fëmijë që takonte. Arbeni kishte gjetur një punë të qëndrueshme në një kompani ndërtimi dhe po avanconte. Ai ishte bërë një njeri i respektuar, i njohur për punën e tij të ndershme dhe për karakterin e fortë. Një ditë, ai i tha babait: "Gjithçka që jam e kam mësuar prej teje." Ismaili buzëqeshi: "Jo, djalë, ti ke zemrën më të mirë se unë kam pasur ndonjëherë." Dhe Doriani, djali i vogël që kishte pritur me gëzim fëmijët refugjat, tani ishte një adoleshent i lumtur me miqësi të forta dhe një shpirt bujar. Ai shpesh thoshte: "Familja jon është prova se dashuria është më e fortë se gjithçka." Pas 2 vitesh, Besniku kthye për një vizitë. Kur erdhi në derë, familja pothuajse nuk e njohu. Ai ishte rritur më shumë, kishte veshur rroba më të mira edhe dukej i suksesshëm. Por në momentin që e pa Zanën, ai u shndrua përsëri në djalin e vogël. Ai vrapoi dhe e përqafoi me gjithë forcën që kishte. "Nën", tha ai, "më ke munguar aq shumë." Zana qau dhe e mbajti fort. "Dhe ti më ke munguar mua, djali im." Ai solli dhurata për të gjithë: rroba për Zanën dhe Ismailin, mjete pune për Arbenin, materiale qepjeje për Liridonën, libra për Valmirin, një instrument muzikor për Elvanën edhe një kukull të bukur për Rinën. "Nuk duhej", tha Zana. "Doja", tha Besnik, "ju keni dhënë gjithçka për mua, kjo është më e pakta që mund të bëj." Atë mbrëmje, familja mblodh përsëri plotësisht. Ata hanë një darkë të mirë,
më të mirën që kishin pasur prej kohësh dhe ndan histori, qeshën dhe qanë. Besnik tregoi për jetën e tij të re, për suksesin që po kishte, për planit për të ardhmen, por asgjë nuk është e njëjtë pa ju, tha ai. Gjithmonë mendoj për shtëpinë, për familjen time të vërtet. Ti je përgjithmonë pjesë e kësaj familje, nuk ka rëndësi ku je, ti je djali ynë. Besnik qëndroi për një javë dhe në atë kohë ai sa se sa kishte ndryshuar gjithçka, por edhe sa kishte mbetur. Shtëpia ishte në gjendje më të mirë, fëmijët ishin rritur, por dashuria ishte e njëjtë, e fortë dhe e pakufishme. Përpara se të largohej, ai mblodhi të gjithë dhe tha: "Dua t'ju tregoj diçka. Kur erdha këtu, isha i shkatruar, kisha humbur gjithçka dhe nuk besoja se do të mund të ndjehesha përsëri i sigurt, por ju më dhat më shumë se ushqim dhe shtrehim. Ju më dhat dashuri, ju më dhat familje, ju më dhat jetë, dhe për këtë do t'jem përgjithmonë mirënjohës." Askush nuk mund të fliste, të gjithë qanin, lot lumturie, mirënjohjeje dhe dashurie. Vitet vazhduan të kalonin, fëmijët u rritën, u bën të rritur, ndërtuan jetët e tyre, por askush nuk e harroi kurrë shtëpinë ku kishin gjetur dashuri. Liridona u martua me një djalë të mirë nga lagja, dikush që e respektonte, që e dashuronte, që e kuptonte. Dasma ishte e thjesht por e bukur, dhe kur Zana e pa duke ecur në skenë me fustan të bardh, ajo qau nga lumturia. "Dukesh si një princesh", i tha ajo. "Falteje", tha Liridona. "Të gjitha që jam është falteje." Valmir kishte botuar një koleksion poezish. Libri ishte i vogël por i fuqishëm. Njerëzit që e lexonin tronditeshin nga thellësia e tij, nga ndershmëria e dhimbjes dhe shpresës që shprehte. Një kritik shkroi: "Ky është zëri i një brezi që ka humbur shumë, por nuk ka humbur shpresën." Valmir ja dedikoi librin familjes, për Zanën, Ismailin dhe të gjithë ata që më mësuan se dashuria është forma më e fortë e rezistencës. Elvana kishte bërë një karrierë modeste si këngëtare. Ajo nuk ishte e famshme në mënyrë nacionale, por në komunitetin e saj ishte e dashur. Ajo këndonte në evente, në ceremoni dhe zëri i saj gjithmonë prekte zemrat. Ajo gjithashtu kishte filluar një fondacion të vogël për të ndihmuar fëmijët refugjat, për t'u dhënë atë që ajo kishte marrë. Rina kishte rritur si një vajzë mrekullueshme. Ajo kishte shkuar në universitet, diçka që askush në familje nuk e kishte bërë më parë. Ajo studion për mësuese, sepse donte të ndihmonte fëmijët, siç kishte ndihmuar familja Dervishi atë. Mirela kishte vazhduar punën e saj me fëmijët dhe kishte bërë një ndryshim të madh në jetën e shumë prej tyre. Ajo nuk ishte martuar, kishte zgjedhur të përkushtohej ndaj familjes dhe punës. Arbeni kishte hapur biznesin e tij të vogël ndërtimi dhe po shkonte mirë. Ai punsonte njerëz nga komuniteti dhe gjithmonë ishte i ndershëm dhe i drejtë. Doriani kishte bërë një karrierë në shërbimin social, duke ndihmuar familjet në nevojë, duke qenë zëri për ata që nuk kishin zë. Dhe Zana dhe Ismaili, ata kishin plakur, por ishin të lumtur. Ata shikonin fëmijët e tyre, biologjik dhe ata që kishin adoptuar me zemër, dhe shihnin se çdo sakrificë kishte vlerëtur. Një ditë kur Zana ishte 65 vjeç, ajo u sëmur rënd. Trupi i saj, i lodhur nga vitet e sakrificës, nuk po rezistonte më. Mjekët thanë se kishte probleme me zemrën, rezultati i stresit, mungesës së ushqimit dhe punës së rënd. Fëmijët mblodhen rreth shtratit të saj. Të gjithë ishin atje. Arbeni, Mirela, Doriani që erdhi më një herë nga qyteti tjetër, Liridona, Valmiri, Elvana dhe Rina. Zana i shikoi të gjithë me dashuri. "Mos qani", tha ajo me zë të dobët. "Kam jetuar një jetë të plotë. Kam dashur dhe jam dashur. Çfarë më shumë mund të kërkoj një grua?" "Por ne kemi nevojë për ty", tha Rina me slodhve. "Çfarë do të bëjmë pa ty?" Zana buzëqeshi. "Do të vazhdoni, do të jetoni, do të dashuroni dhe do të transmetoni atë që ka mësuar, se dashuria është më e fortë se çdo gjë, se pavarësisht sa të varfër jemi, mund të jemi të pasur në zemër, se familja nuk është gjak, është zgjedhje." Ismaili mbante dorën e saj duke qarë në heshtje. "Si do të jetoj pa ty?" pyeti ai. "Do të jetosh për fëmijët, siç kemi jetuar gjithmonë, së bashku."
Ajo kaloi disa javë në spital, dhe familja ishte atje çdo ditë. Ata flisnin me të, i këndonin, i lexonin, i tregonin histori. Ata e mbushën dhomën me dashuri. Një ditë Elvana këndoi këngën që Zana i kishte mësuar kur ishte e vogël, këngën që e kishte qetësuar në netët e para kur ishte ardhur si refugjate. Zëri i saj mbushi dhomën, dhe Zana mbyllte syt duke buzëqeshur. Kjo është muzika më e bukur që kam dëgjuar ndonjëherë, përshpëriti ajo. Përfundimisht, një mëngjes të qetë, Zana vdiq paqësisht në gjumë. Familja ishte rreth asaj, duke e mbajtur për herën e fundit. Dhimbja ishte e paimagjinueshme. Kjo grua që kishte qenë zemra e familjes, që kishte dashur pa kushte, që kishte sakrifikuar gjithçka, tani nuk ishte më. Varrimi i Zanës ishte një nga më të mëdhat që kishte parë lagja. Qindra njerëz erdhën, fqinj, miq, njerëz që ajo kishte ndihmuar gjatë viteve, fëmijë që kishte prekur jetën e tyre. Besniku foli në emër të fëmijëve refugjat. Zana Dervishi nuk ishte mëna ime biologjike, por ajo ishte mëna ime në çdo kuptim tjetër. Ajo më shpëtoi, ajo më dha jetë, ajo më mësoi se çfarë do të thotë dashuri e vërtet, dhe për këtë do të jem përgjithmonë mirënjohës. Liridona lexoi një letër që kishte shkruar. Dashuria jote na shpëtoi, shkroi ajo. Kur gjithçka ishte errët, ti ishe drita. Kur gjithçka ishte e ftohtë, ti ishe ngrohtësia. Dhe tani që je larguar, do të mundohemi të jemi drita për të tjerët, siç ishe ti për ne. Valmir recitoi një poezi që kishte shkruar për të. Duart e tua ishin të ashpra nga puna, por preka buta si petalet e luleve. Zëri yt ishte i lodhur nga vuajtja, por këndonte si zojsht në mëngjes. Zemra jote ishte e thyer nga humbja, por dashuronte pa kufi dhe pa fund. Ti na mësove se në varfëri mund të jesh i pasur, se në dhimbje mund të gjesh forcë, se në errësirë mund të jesh dritë. Pushoje në paqe në nime dhe dije se dashuria jote do të jetojë përgjithmonë. Nuk kishte sy të thatë, të gjithë qanin, për humbjen, por edhe për dashurinë e jashtëzakonshme që kjo grua kishte dhënë. Pas varrimit, familja u mblodh në shtëpinë e vjetër. Ismaili po ulur në karrigen ku Zana zakonisht ulej, dhe familjet u mblodhën rreth tij. "Çfarë do të bëjmë tani?" pyeti Irina me slotëve. Ismaili mori frymë thellë. "Do të vazhdojmë," tha ai. "Do të jetojmë jetë që do ta bënin atë krenar. Do të dashurohen siç na mësoi ajo. Do të ndihmojmë të tjerët siç na ndihmoi ajo. Dhe kur nuk do ta harrojmë atë që na dha." Dhe kështu bën. Familja vazhdoi, e bashkuar me dashuria që Zana kishte kultivuar. Ismaili jetoi edhe 10 vjet pas Zanës. Ai ishte gjithmonë i rrethuar nga fëmijët, niprit, mbesat. Ata kujdesnin për të me të njëjtën dashuri që ai dhe Zana kishin treguar për ta. Ai shpesh ulej jashtë dhe shikonte yjet, duke folur me Zanën sikur ajo ende ishte atje. "I bë më mirë dashuri ime," thoshte ai. "Fëmijët janë të lumtur, jetët e tyre kanë kuptim, dhe gjithçka është fal teje." Kur erdhi koha, ai vdiq paqësisht në shtëpi, i rrethuar nga familja. Fjala e tij e fundit ishte: "Zana, po vi." Pas vdekjes së tij, fëmijët vendosën të bënin diçka për të nderuar prindërit e tyre. Ata krijuan një fondacion, Fondacioni Zana dhe Ismail Dervishi, që ndihmonte familje të varfëra të merrnin fëmijë refugjat. "Ata na dhanë shembullin," tha besnik. "Tani është radha jon ta transmetojmë." Fondacioni ndihmoi qindra familje gjatë viteve, ofroi mbështetje financiare, këshillim dhe burime për familjet që merrnin fëmijë në nevojë. Liridona drejtonte programin e trajnimit për gra, duke i mësuar aftësi që mund t'i ndihmonin të bënin para. Valmiri shkroi libra të tjerë duke treguar histori për humanizmin, sakrificën dhe dashurinë. Elvana organizoi koncerte bamirësie, ku të gjitha fondet shkuan për fëmijët refugjat. Rina u bë mësuese dhe punoi në shkolla ku kishte shumë fëmijë refugjat, duke ju dhënë mbështetjen që ajo kishte marrë.
Arben, Mirela dhe Dorian vazhduan të jetonin jetë të thjeshta, por plot kuptim, duke ndihmuar kudo që mund, duke qenë miqësor dhe duke transmetuar vlerat që prindërit e tyre kishin mësuar. Dekada kaluan, fëmijët u bën prindër pastaj gjysher, por historia e Zanës dhe Ismailit nuk u harrua kurrë. Çdo vit, në përvjetorin e ditës kur fëmijët refugjat kishin ardhur për herë të parë në shtëpinë Dervishi, familja mblidhej. Ata ndanin histori, flisnin për të kaluarën dhe premtonin të vazhdojnë trashëgimin. Një vit, mbesa e vogël e Rinës e pyeti: "Gjyshe, pse e bëri kjo familje? Pse morën fëmijë kur nuk kishin asgjë?" Rina buzëqeshi dhe tha: "Sepse dashuria nuk ka nevojë për pasuri. Dashuria ka nevojë vetëm për zemër, dhe gjysherët e tu kishin zemra më të mëdha se dikush tjetër që kam njohur." "Por nuk ishte e vështirë?" pyeti vajza. "Ishte shumë e vështirë," tha Rina, "por disa gjëra janë aq të rëndësishme sa vlejnë çdo vështirësi, dhe ne, 5 fëmijët që ata morën, jemi prova se dashuria mund të shpëtojë jetë." Historia e familjes Dervishi filloi të përhapej më gjerë. Gazetarë erdhën për të intervistuar fëmijët, dokumentar u bën, libra u shkruan. Valmiri shkroi një libër të plot për përjetimin e tyre, një rrëfim të detajuar për atë që kishin jetuar, për sakrificën e Zanës dhe Ismailit, për transformimin e tyre nga fëmijë të traumatizuar në të rritur të suksesshëm dhe të lumtur. Libri u bë bestseller. Njerëz nga i gjithë vendi e lexuan dhe u prekën thellë. Shumë familje u frymëzuan të bënin të njëjtën gjë, të merrnin fëmijë në nevojë, të ndanin atë pak që kishin. "Kjo është trashëgimia më e madhe," tha Besnik gjatë një interviste. "Jo parat, jo fama, por ndikimi që kemi në jetën e të tjerëve. Nëse çdo familje që lexon historinë tonë vendos të ndihmojë qoftë edhe një fëmijë, atëherë gjyshërit tanë nuk vdiqën kot." Sot, shtëpia e vjetër e familjes Dervishi qëndron ende, jo si një shtëpi zakonshme, por si një memorial. Familja e ka ruajtur dhe e ka kthyer në një qendër komunitare, ku njerëzit mund të vinë për ndihmë, për këshillim, për mbështetje. Në mur ka një pllakë që thotë: "Këtu jetoi Zana dhe Ismail Dervishi, prindër të 5 fëmijëve biologjik dhe 5 fëmijëve të zemrës. Ata nuk kishin asgjë, por dhanë gjithçka. Trashëgimia e tyre është prova se dashuria është më e fortë se varfëria, se humanizmi është më i fuqishëm se lufta, dhe se familja nuk krijohet nga gjaku, por nga zemra." Çdo ditë, njerëz vinë për ta vizituar. Disa janë kurioz, disa janë të frymëzuar, dhe disa janë në kërkim të ndihmës. Dhe çdo herë, dikush nga familja është atje për t'i pritur, për t'u treguar historinë, për t'i inkurajuar, për t'u dhënë shpresë. Besnik, tani një plak në të 70-tat, shpesh ulet në verandën e shtëpisë dhe tregon për ditën kur erdhi për herë të parë, një djalë i frikësuar, i traumatizuar, pa shpresë. "Dhe shihni ku jam tani," thot ai me sy plot lot. "Kjo është fuqia e dashurisë." Liridona, gjithashtu në moshën e saj të moshuar, ende qep dhe mëson vajza të tjera. "Kjo është ajo që nëna ime më mësoi," thot ajo. "Të japësh atë që ke marrë." Valmir ka shkruar 10 libra, por ai thot se më i rëndësishmi është ai për familjen. "Sepse kjo nuk është vetëm një histori," thot ai. "Kjo është një udhërrëthyes se si duhet të jetojmë." Elvana ende këndon, edhe pse zëri nuk është aq i fortë si më parë. Por ajo që këndon nuk janë vetëm fjalë, thon ata që e dëgjojnë. Është shpirti i Zanës që jeton përmes saj. Dhe Rina, foshnja që erdhi me vetëm 5 vjeç, tani është gjyshe me 10 ranipër dhe mbesa. Ajo u tregon të gjithëve për gratë dhe burrin që e shpëtuan. "Pa ta, unë nuk do të isha këtu," thot ajo, "dhe askush nga ne nuk do të ishte." Historia e familjes Dervishi është më shumë se një histori e kaluar. Është një thirrje për të tashmen dhe të ardhmen. Është një kujtesë se edhe në kohët më të errta, dashuria mund të fitojë. Edhe në varfërinë më të thellë, humanizmi mund të lulëzojë. Edhe kur duket se nuk ka shpresë, ka gjithmonë zgjedhje.
zgjedhja për të dashur, për të ndihmuar, për të qenë njeri. Sot, mijëra fëmijë janë ndihmuar fal fondacionit që familja krijoi. Qindra familje kanë hapur dyert e tyre për fëmijë në nevojë, të frymëzuar nga shembulli i Zanës dhe Ismailit. Dhe kur pyeten pse e bëjnë, ata thonë të njëjtën gjë, sepse kjo është ajo që na mësoi familja Dervishi, se dashuria nuk ka kosto, ka vetëm vlerë. Kjo është historia e familjes së varfër shqiptare që pranoi 5 fëmijë jetim refugjat nga Kosova. Kjo është historia e sakrificës, e dhimbjes, e shpresës dhe e dashurisë që triumfoi mbi gjithçka. Kjo është historia që duhet të tregohet, duhet mbajtur gjallë dhe duhet transmetuar brez pas brezi. Sepse në fund, jeta nuk matet me atë që kemi, por me atë që japim. Dhe Zana dhe Ismail Dervishi dhanë gjithçka, dhe në këmbim morën diçka që nuk mund të çmohet, dashuri të përjetshme. Pushojnë në paqe, por trashëgimia e tyre jeton përgjithmonë në zemrat e atyre që prekën, në jetët që ndryshuan dhe në botën që bën më të mirë. Fundja e historisë, por dashuria që përshkroi nuk mbaron kurrë. A ju preku kjo histori në zemër? A mendoni se ka familje të tjera si kjo që meritojnë të njihen? Ndajeni mendimin tuaj në komente dhe le t'i nderojmë të gjithë ata që zgjedhin dashurinë mbi gjithçka tjetër.